Klosion FM. Përshëndetje të gjithëve. Sot jemi nga Katërshja. Kanë që ndoshta do të pyesin, ndoshta ajo të katër latin se kemi edhe një bjonde. Kemi edhe një suedeze. Ska gjonde Niko, jemi li kraja sot. Ja. 2-1. Po mirë se vini një herë, Paloma, mirë se rikthehesh në radion tënde të zemrës, në Top Albania Radio. Vërtet është një emocion sa herë që vi këtu tani si e ftuar, nuk e imagjinoj dot veten kur prisja dikur tani e ftuar. Dhe që tek ascensori poshtë, ju lutem duhet të vinë t'ju marrin. Se si më duket si më ka pushtuar krevati. Zemra ka ndryshuar kohra. E kam bërë re, megjithatë shqyr që keni ecur përpara sepse është një ëndër që vazhdoi dhe vazhdoi shumë bukur. Domethënë na hapat e duhura, kështu që sukses edhe Top Albania Radio. Pra siç e kuptuat, në studio sot në Pardon My French me mua dhe me Arbër Çepanin. Nderuar, po. Është Palomita dhe Niko Komani, i cili çdo të mërkur tashmë do vit ju adrell. Do të vit na e dridhi në këtë studio. Sot Niko ka ardhur me ca syze që pra që i ka të dridhura. Të dridhura. Një çik më mirë ti provoj çfarë syzesh. Nuk e di çfarë quhet, të ketë quhen këto apo? Ketë diçka. Get something, ketaj, po janë i përshtatem formatet tënd, Paloma. Janë shtrenjta. Janë shtrenjta, nuk janë të lira. Mirë se vini një herë, siç e kuptuat, sot do të kemi pak rëmuj në radio, do të flasim për fashion, se si janë veshur në 2 prajmet e fundit ata që i ndjekim 24 në 7, yjet tan, rrushat për arvrin, dhe po ashtu bashkë me Palomën do diskutojmë edhe dinamikat se çfarë ka ndodhur këtë ditë, po edhe për prajmin e diershëm. Harbër. Tani do na bëni pyetje neve, apo kemi form bashkëbisedimi? Si e zhvilloni? Si të duash ti, Paloma? Po ku të lëti të bësh vetëm pyetje? Ti zjarri se pastaj flakërim vetën. Si të duk prajmi i dieshëm, na thoj pak. Më duk një rrëmuje e madhe, nuk e di pse e kanë bërë aq pazar, pse bërtasin aq shumë. Domethënë kur nuk kanë më argumenta, fillojnë dhe zën zërat e njëri tjetrit dhe krijohet një kakofoni e frikshme aty, saqë nuk kuptohet më se kush do të thotë vetën, bëhet një pazar. Domethënë aty duhet të punsohet edhe dikush që t'i qepi gojat gjithsecilit, që gjithsecili të japi në heshtje mendimin e tij, ose dikush që i bën mikrofonat mute. Prapë dëgjohen. Është të menduar se ata veteranët tani nuk bëhet më se ai i pari ku kam qenë, thot Paloma. Atëherë kishin të gjithë me edukat një nga një. Me thënë të drejtën, edukatën që kemi patur neve është për të patur zili, sepse kemi qenë edhe të parët, ë. Domethënë kishim halle si do të kurse këta moj motor, more vëllezër, sa po kalon çdo edicion e kanë hap crown fare. Domethënë kush shaj më shumë, domethënë duhet me u ndryshuar emri. Ju flisnit Paloma, po bëni dhe batuta, domethënë. Për shembull, mbaj mend batutën tënde legjendare. Ha moj, ha. Se ti do ta kuptosh mbash shënime, ka një regjistër aty. Se ta hap cilin edicion. Iliri tha 2 dhe ti i the dhe si, më tha 2. Me sta thot Jonita. 2. Dyft. Pip! Do me thënë, mirë, aty me të hyme, me dalme, do me thënë, po i kemi pas të lezetshme. Kanë qenë të lezetshme edhe kur ju shije filxhan. Do me thënë, kush ishte në nominim, thoshte Paloma, këtë të shtunë, ke një rrugë për të bërë. Unë mendoj që nga stafi tani duhet na japi edhe neve një filxhan, edhe ndërkohë që ne flasim kemi kohë përpara, na parashikoj edhe ne. Po tani e pash Fifin që i ku petlla aty edhe fillova duke zbutur situatën, do të vi një dashuri e madhe. Dhe erdhi në fakt, ja ke gjetur. Do me thënë, ne binjakët kemi që ku ndjellim dhe korrim, kështu që e kemi atë gojën, mos të zënë të goja jonë. Bravo Paloma, ja shikon që Fifi di pas ka dalë. Ti Niko si e pe prajmin edhe si ishin? Se fillim ka shumë diferencë madhe Bigu 1 me Bigu 4 në veshje, se këtu po vishen për mendimin tim shumë herë më mirë se atëherë ka qenë edicioni i parë, aty ka pas shumë gura, xixa. Evente, Oscar. Kurse te ky edicion më pëlqejnë të gjithë, hiç 2-3 persona që ndonjëherë gabojnë, po janë shumë ndryshe. Dje mua më duk në të vërtetë si pazar. Do të thënë arrita një farë momenti e pash veten dhe duke ndetur me celular në dorë duke kontrolluar diçka tjetër se nuk më lodhen në një farë. Do të thënë je dakord me Palomën që po bënin goxha. Do të thënë kur e bezdisin Palomën që është llafazane vetë, si imagjino se çfarë. Imagjino sa herë ju ka bërtitur Ledioni dje dhe prap ishte pamundur, nuk ka më duhet ja qepin atyre njerëzve. Aty duhet jetë dikush i punësuar që t'ja qepi goja. Qose do rizgjidhje prap të 1 apo të 4, ku do rizgjidhje?
Shiko, këtu është emancipuar bukuria, se te katra, domethënë ka shumë goca të bukura, ka shumë, po gjithmonë do mbetesha tek ajo atmosfera ime, sepse aty ka pasur dhe një çik më të mëdhenj, kështu që ishim më të pleqëruar ne, domethënë tek i pari, dora jon, edhe siç u bëm një grup i lezetshëm që kishim një alkimi me njëri tjetrin që na lezetonte ai muhabeti, në përjashtim të ca kokrave që na çmendën, edhe se mua ai Big Brother më iku nga shalët. Po e them kështu. Po të më jepet mundësia ta dini se unë nuk kam treguar absolutisht asnjë gjë nga vetja ime aty. E di pra Lome, e di ta. E para sepse që tek pjesa e familjes, që rikujtoj edhe një herë që ndoshta ishte një emocion që për ata që e kanë provuar e din shumë mirë se si ndihesh dhe se si do të rrëfehesh, dhe mënyra se si u interpretua ishte pak shumë herë më e madhe se ç'doja unë, sepse në vend që të motivoheshim u demotivuan. Paktën pala tjetër, duke qenë se suporti dhe gjithë lufta që bëri për të hequr dorë nga ai ves, ju shpërblyen atë farfeq dhe sot e kësaj dite thot, të lutem mos më nxirr asnjë foto në Instagram. Nuk dua më të përfshihem me jetën tonë vipërore. E ka zënë tmerri dhe her pas here Jonida është edhe të lutem hiqni ato lajmet. Mi zhdukni ato lajmet. Çfarë ti bëj gojës tasaj? Jo, shikoj ishte një rrëfim shumë i sinqert që normalisht do doja, po të ishte për shembull Ledionit do ta kishte trajtuar në mënyrë më të butë, më solare. Domethënë sepse u godita 7 ball dhe nuk e meritoja në atë farfeq që të kisha një përballje me një xham në mes, të bëj kaq e madhe tragjike, unë hera parë që po e them në radio. Nuk doja që të ishte aq tragjedi e madhe rasti ynë, sepse çdo njeri në shtëpinë e vet kalon vështirësi, është e kohë që neve tregojmë një jetë moderne, pa strese, luma ai që diti përballoj, luma ai që ditja dali, luma ai që ditë suportoj familjen. Mendoj çdo çift perfekt ka kështu. Dhe kjo ishte një moment shumë i pastër dhe i sinqert i imi që nuk duhet kishte atë fund. Po fundi është i mirë, Paloma, ju jeni patjetër, po në kurrizin tim jeni shumë mirë bashkë tani, kanë kaluar 3 vite. Pra jemi i djeshëm dhe i së shtunës, Niko? Më pëlqeu më shumë i së shtunës që kaloi, ishte pak më argëtues, jo ka shumë zëra, plus pam dhe çfarë ndodhi me Eglin, domethënë u përballa me gjithë videon, por mendoj te ky prime ishin të veshur më mirë. Okej, kush ishte? Për veshjen e keni apo edhe për dinamikat? Në përgjithësi, po Niko flet edhe për paraqitjen. Dje mendoj që kisha një treshe tjetër, vazhdonte ishte Danja në vend të parë, që ishte si Barbie, ishte bërë si Barbie. Dhe Danja se ka humbur vendin e parë, më duket të gjitha janë që kemi folur. Ja mori Rozana. Ja mori Rozana. Dhe më vjen keq. Më vjen keq. Te top 3-shja janë dy kundërshtarët më të forta që dje nuk e dia ishte rastësi apo jo, po ishin me të njëjtën ngjyrë. Më pëlqeu sepse njëra e kishte në version kostum, pra pam dy femra se si mund të trajtojnë një ngjyrë që është trend. Dhe që mund t'ju shkojë të dyjave. Dhe se sa bukur mund të duken në prime, aq thjesht. Se mua më duken po Gerta, si të duket? Po pra Gerta dhe Rozana thot ishin mirë. Mirë, okay, në përgjithësi si të duket. Mua më pëlqen. Veshja. Edhe si personazh, stili. Më pëlqen gjithçka që kanë të përbashkët me Rozana. Do rrifemi. Ti Paloma më pëlqen. Danja direkt në temë. Danja më pëlqen, është shumë klasi, është ka një figurë të pastër. Flasim për veshjen apo si personazh? Si personazh. Për veshjen kemi Nikon. Tani për femërori më pëlqen Rozana deri diku, jo gjithmonë. Domethënë situatat e ditëve dekorave të fundit e kanë mbështetur totalisht. Un jam në varësi të situatave, sepse njerëzit nuk e kuptojnë që kjo s'ka qëndrueshmëri, po nuk ka lidhje, nuk ka të bëjë me qëndrueshmëri. Se dinamikat që ndryshojnë. Eksakt, domethënë nëse dikujt i jep të drejtë për një situatë, edhe pse e ke kundërshtar dhe s'e ke pëlqyer ndonjëherë, për atë situatë i jep të drejtë dhe i ul kapelen sepse është pikërisht ajo që ti doje të shprehje, pra mendimi yt. Ndërsa gjatë gjithë konsistentat ndaj lojës që nuk e ka ndryshuar ndonjëherë stilin, domethënë tek ajo femra që e ka gjetur aty duke ulur rehat, më pëlqen Danja, pastaj luftëtarët e vërtet në lojë dihet se kush janë. Gjesti pa gjesti nuk do kishte Big Brother. Tani mos egzagjeroj kaq shumë. Tani Romuja sa shtëpia ai është. Big Brother do kishte sigurisht. Po do kishte kaq dinamika dhe kaq Romuj tani. Po gjesti
i shtoi dinamikat edhe. Tani të flasim për nivele, pastaj fillojmë dhe i shtjellojmë një për një. Po është vërtet, ka bërë content Gjesti. Por Gjesti ka ndryshuar rënjësisht. Të ndryshojmë pak termin. Pra, pa Gjesti nuk do kishte Big Brother dhe Gjesti i ka dhënë lezetin. Do duke i boring për një tip si natyrën time. Është më nice si fjalia, po jo. Mua më duk djetë prajmi i dytë që nuk kishe gjallëri Gjesti. Pra mendoj se e ka humbur pak fillin. Po, mendoj, domethënë arsyeja kryesore pse Gjesti është fenomen, mendoj se ishte Egli. Pra kishte Bonnie and Clyde. Po. Ai çifti perfekt dhe ato të dy përfliteshin për gjithçka, domethënë në muhabetin e Valbonës me Laertin, në muhabetin e Rozanës, në muhabetin me Gertën. Tani dje sikur askush nuk po merrej me Gjesti po injoron. Jo, mësuam duke e parë në atë lloj forme. Tani domethënë që është zbeur loja dhe ai kanë presion vetvete që me çfarë duhet ta mbaj. Tani do na shtyjë muret e shtëpisë. Tani do jetë akoma dhe më kreativ. Kemi pak publicitet. Agresiv do thotë. Kreativ. Pak publicitet aty direkt. Dhe për shtëpi edhe 2 biles me qenë se mlat kështu. Po, më të lash pastore pak. Por nëse do shoqëri dhe mua pas kanë lënë pastor me gjëra. Unë dhe Niko mos shkatët. Kështu që nuk kemi çfarë të themi. Tani Niko, më bëj këtë renditjen tonë të preferuar se cilët ishin, le të themi, pesqja jote. Atëherë, për dje mund të them që pesqja ime e preferuar ishte siç thash Danja, Rozana, Gerta, Rizarta, më pëlqeu shumë, si përfundim më pëlqen Rizarta se është ajo vajza e thjeshtë, ajo vajza që përdor veshje që ti mund t'i shifje në një restorant, po aty bukur, aty brenda gjën shumë bukur, shumë thjesht. Dhe më pëlqeu Jozi nga Meshkujt. Okej. Ishte klasik, normal, po. Plus aty shkojnë se ka fiziku, no? Po, mirë. Jo, do heq Jozin, do vë Loredana. Loredana, ka filluar të pëlqej shumë ajo Loredana. Kurse më Tinzarja për mendimin tim, më duket shumë Rizarta, nuk e di pse çka një lloj impresioni që është diçka e veshur se ai djalli i veshur me Prada. Domethënë e luan shumë bukur atë gocën e mirë, përpiqet që të mbajë këtë pozicionin, po ka disa sy, zot më fal, nuk e di, po më shprehin tjetër gjë. Pra është një tjetër, ka një tjetër mënyrë. Pra sipas teje nuk e ka atë mirësinë që tregon. Jo, unë rrallë herë mund të flas me kaq kompetenca, por si binjake që apo prap kjo goja që nuk më pushon, më duket është shumë Tinzara. Zakonisht Tinzarat janë shumë zgjuar, din. Sa kohë u bën Rizartës në Big Brother? Gati 3 javë. Se përgjithsisht del gjithmonë, është informatë që ty të her pas here, po prapë shumë e vëmendshme dhe kanë këta kanë merak të pjesën e aparencës. Është kjo që thua ti në një moment ose një tjetër do të dalë. Po do dalë patjetër, prit. Xha mjaftueshëm. Po prit se kush e bëri protagoniste Rizartën. Po marrëdhënia me prit andej. Më duket sikur si të duket. Më duket sikur do ekzistoj kurr një gjë shumë fare pa kimi dhe pa interes. Nuk më pëlqen dhe s'ka për ndodhur asgjë dhe plus që nuk është tipi Aldos. Çka ka Niko? Çka ka? Po shtrëngohem. Po shtrëngohem sepse nuk kundërshton. Jo, ka dalë një video. Ka dalë një video. Çka kishim bërë që shtrënguar? Ma shtrëngo mama. Po shtrëngo më ma dorë, shtrëngo më ma. Është e shprehur me edukat. U shtrëngova dhe unë. Po ato ishin ballë për ballë, ç'ti shtrëngonte? O faloma. Dorën do t'i shtrëngonte dhe ti. Pastaj në këtë rast s'ka nevojë të thuhet se. Po si përfundim është shtrëngoja u? Lirohet, shtrëngohet vetë. Nuk e din tani se në një organ. Nga gjithë mirësjellje, shtrëngo mama. Shtrëngo mama. Na, pe fantazi na zgjove. Fantazi. Poezi komplet ishte poezi. Jepu mama. Jepu mama. Mama. Për abonimin premium ju lutem vendosni fjalkalimin. Është poezi e gjitha kjo. Patjetër. Por Paloma nuk është dakord me këtë lidhje. Ti Niko si e shikon? Asun s'jam dakord. Domethënë Kot fare. Më mirë Loredana me Jozin se sa ata të dy. Ata ishin lezetshëm, thon drejtë. Po. Shumë. Loredana Jozi. Që skuptoheshin kurrë me njëri tjetrin. Ai është e bukur. Ai në botën e vet, me shejtanin e tij dhe ajo me. Ai është interesant. Jo, mendoj që dje Rozana kishte të drejtë. Domethënë që Aldo në të vërtet ka se kisha harruar gjithë faktin që çdo vajzë e re që vjen, ai flirton me atë. Mundohet të krijojë një marrëdhënie çiftim, pra, po. Do Eglin.
Janë shok ato zemra. Mirë, po s'është ndonjë gjë, ti je shok dhe të kesh simpati. Dhe të kesh shtrëngime. Për qafo më ma. Po. Oj Lomi. Po mendoj si çift do më pëlqente shumë, edhe nuk e di a do bëhet më si Ola me Jozin. Duke qenë më cool Ola me Jozin se sa Jozi me Loredana. Po. Nga që janë të dy kështu pak si cringe. Janë. Jo, më duken kuptohen më shumë. Që po ta mendojmë të sezon s'ka pasur asnjë lidhje kështu, lidhje, ëh. Çifti vitit, që mund të themi çifti vitit. Ne këtë vit do ta quajmë skandali i vitit. Themi Paloma kështu ti. Po me çiftin pra, se s'kishim ne çift vitit. Domethënë vjet kishim, par vjet kishim shumë, domethënë nga shtëpia Big Brother kanë dalë çifte të vërteta. Kështu që përpoqën, po nuk mundën dot, domethënë. Tani unë besoj që për këtë marrëdhënie që ju po diskutoni, që po flitet për ai. Çfarë çifti ekziston nga vjet? Nuk është më ai çift. Mirë, u krijua si dolën, pastaj kur dolën i kanë dorë njëri tjetrit. Sara dhe Bardhi janë me fëmijë. Kështu që nga vashta, na falni. Nuk është se tash ishin on top që ta mendonim që e kishim vëmendjen gjithkohës aty, e kupton po? Tani ideja është që se rëshitën ata të dy. Aldo si personazh, në momentin që Rizarta u bë pjesë e lojës së valixhes me Gjestin, e sugjeronte afroju. Ju. Pus ju. Afroju buzën në jastëkun e tij të brish. Dhe pastaj ngushëllonte Eglin që qante dhe pastaj papritur. Pastaj erdhi Lardi dhe puthi. Dhe pastaj papritur. Atë Lardi ma bën të levdje dhe për këtë u mërzita shumë, sepse është disa herë që më pëlqen si lojtar, po. Ai debaton kur duhet dhe gjen terren. Për shembull, edhe kur debaton me Rozanën, di që ka përballë një person i cili ja kupton ironin, sarkazmon e të gjithë gjërat, kurse me këta të tjerët nuk ka ç'bën, e kupton se vetëm fjala fundit pazari i rrugës, domethënë, kurse prandaj nuk konfrontohet dhe do atë qetësinë e tij. Po ti thuash për minoritetin, aty pastaj nuk ka dallim. Por gjithsesi një herë e bën maniak, gjë që nuk ishte. Kemi parë Gjestin, më falni ta them, popullorçe, me brek. Në përshpi nuk ndizim do televizorin e nuk e ndezim do akoma se ku do na del. Lertin e kemi parë dhe pa brek tani për lart. Jo, i shkreti ka ndruar aty tani avashti, se ka kapur disa fragmente kamera se ku do shkojnë, nuk shkojnë. Po nuk doli para kamerës dhe hoqi dhe ti tani Niko. E kemi parë zemra. Jo, unë me thënë të drejtën e kam parë fragmente kështu shpëtim Aziz. Paska parë. Po gjithë besoj rrogën madhe apo të vogël? Nuk kë? Rrogën. E di ai që i thotë Laert Vasili. Besoj të gjithë bjem dakord që ëma e Laertit është për Big Brother. Ishte personazh në vetë. Duhet të paktën një javë duhet të brenda. Po më fal se nuk e kuptova atë skenën. Tani pse i tha i taj qepi, mos flasi shumë. Për çfarë problemi kishte? Ajo bëri namin atë ditë. Po e ndezi motorin. Po i mori një 10 minuta të mira. Ai ishte për të bërë menaxher të kompjuterit. Ai ishte televizive. Se i shkonde me mobilin. Shkonde me qendrën. Të ka njerëz që kanë shumë nostalgji. Po Paloma, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Ke shtëpia me gjethe, po. O çu kënaq. Paloma gjithmonë është e humorit kur gjen një terren, kur ka kimi midis njerëzve dhe kjo dihet kur nuk mëngjisin bashkëbisedimet hesht ose thua ndonjë gjë. Të jemi ne të katër Big Brother për shkak. Këto nominoj edhe pse. Këto tash s'mund ta them. Jonidën. Mua s'ngel hatri. Si peshore që jam. Ti Niko kë ke kështu për zemër që të zhdukje nga kjo studio. Të zhdukja. Nominoj Paloma zemra. Një binjak, heq një binjak. Është konflikt interesi. Tjetër shkon në finale pastaj ta fitoj. Është konflikt interesi. Dje u bën edhe disa, le të themi, debate të cilat edhe i kishim parë dhe vazhdojnë të zjaten, vazhduan edhe gjatë darkës. Po flas për Rozanën dhe Gertën. Të cilat po vazhdonin edhe sot përpara se të dilja nga shtëpia në po të njëjtën brim. Unë vdes për ato të dyja. Shiko, e di si është puna, më fal. Do thoya që ato të dyja për mua janë Big Brother. Nuk e di, domethënë ato pa ato nuk do ishte njëti Big Brother, ishte tepër boring, opinioni im. Okej. Ti si, domethënë të pëlqejnë të dyja.
Po. Shoqja Rozanës, del Rozana nga vetja se ajo e ka vënë qëllim, domethënë që kur i erdhi Kimetja, si e kishte vjera vet aty, ti biem Rozanës dhe me sa kuptoj ja ka vënë qëllim vetes dhe ajo është siç e tha dhe Arbridi është vegla e vetme që i ka mbetur për të sulmuar atë që e kishte pikë synimin që në fillim dhe për të nxjerrë nga vetja si Rozanën dhe Lartin. Kështu që tani do t'i çmendit rrud zakonisht del Rozana nga vetja, domethënë ja ke njohur limitet. Zemra më ka çuditur për këtë durim, domethënë, sepse me gjithë ato ulërima dhe gjëra, sepse në fakt janë përmendur gjëra që e prekin, por me sa duket ti sapo e the që për ta nxjerrë nga vetja duhet ta prekësh atje ku i dhe më shumë. Po me thënë të drejtën nuk më është dukur që është nervozuar, por nuk ka kaluar limite. Se kanë thënë të tëra të shkretës, të tëra e kanë thënë. Nuk kalon limite, kam fjalën te gjërat të cilat mund të bëjë një njeri në nerva e sipër dhe mendoj që dhoma e rrëfimit mund të jetë vendi i përshtatshëm për të qetësuar ndoshta dhe për të diskutuar. Brëmati ka ndetur goxha tek dhoma e rrëfimit pas debatit ishte. Dhe më sa kuptova nga gjithë tensioni që kishte dhe e kuptueshme, domethënë, sepse ju hap një temë të cilën unë e di që i dhëm shumë, kështu që besoj që bëri zgjedhjen e dur për të shkuar në dhëm të rrëfimit. Unë po pres momentin kur Zana ti bëj një surprizë dhe shkoj shoqja ngushtë Jonida. Edhe unë mezi po e pres. Edhe sigurisht që do i thotë këto rroba që veshe do m'japësh mua. Do i them pucët zemra, pucët. Po, se vetëm pucët bën tani ty. Jo, mos kalon publicitet. Thuaj vetëm një frazë, çfarë do i thoje, pastaj shkon publicitet. Të hëngshin qend, do i thoja. Publicitet. Publicitet.